Në shumë raste prindrit dhe gjithmonë prindi mendon apo mundohet bëj maksimumin e tij si individ, dikush më shumë, dikush më pak, por instinktivisht secili në atë maksimumin e vet mundohet që t'ja ofrojë fëmijës së tij. Dhe në situata të tilla ndonjëherë prindi dështon për të kuptuar nëse po bën apo jo më të mirën, nëse ky fëmijë ka nevojë për këtë apo për këtë lloj përkushtimi, për këtë lloj investimi apo jo. Dhe unë nuk dua të fokusohem edhe në atë lloj investimi që në jo pak raste e gjejmë kohët e sotme, që është pikërisht investimi material apo financiar, që në jo pak raste prindi bën me fëmijën apo synon ti siguroj fëmijës së tij duke menduar që duke mos i munguar asnjë gjë materialisht fëmijës tim, duke mos i munguar asnjë aspekt material fëmijës tim, unë po i ofroj maksimumin dhe fëmija im do jetë i lumtur dhe fëmija im në një farë mënyrë ndoshta do jetë edhe si i plotësuar, nuk do jetë më pak se shokët. Pra prindrit përdorin shpeshherë justifikime nga më të çuditshme pikërisht në këtë përpjekjen për t'i mundësuar fëmijës një komoditet material, një mirëqenie materiale. Dhe kjo shpeshherë duke mos marrë në konsiderat atë që një fëmijë ka në të vërtetë nevojë nga prindi, vëmendjen, kohën dhe komunikimin me të.